Delja Bardha dhe yjet. Një natë, Delja Bardha po dëgjonte delet e vjetra duke rrëfyer tregime për të kaluarën. Më përpara, netet ishin edhe më të errta, thashin delet e vjetra, e qielli ishte krejt i zi, hëna dhe yjet ndriçonin shumë më fuqishëm. Delja lara nkohej. Asnjëherë nuk është vërtet errësirë. Kush e di, tha Bardha, unë do të doja të ikja nga këtu e të gjeja një vend ku netet janë më të errta. E pse nuk shkon, qeshën mamaja dhe babai. Është mirë kur një delë e re ka dëshirë të shohë botën. Së pari, Delja Bardha u nis në drejtim të gabuar. Ajo fut gjithnjë me thellë në qytet. Para se të binte terri, nuk mundi të shihte atë që donte. Në atë qast, vërejti një qen. Tu ngjatjeta qen, e përshëndeti Bardha. Qeni sillej për qark. Ai kurrë më parë nuk kishte takuar një dele në qytet. Po, urdhëroni ju përgjigj. Po kërkoj një vend ku netet janë më të errta, tha Delja Bardha. Qeni filloi të përshpëriste në njërin vesh. Drejtim krejtësisht i gabuar, tha qeni. Nëse mirë është të shkosh me tramvaj në dalje të qytetit deri tek stacioni i fundit. Në tramvaj kishte shumë dritë. Ajo vërtitej aty pari dhe ankohej. Delja Bardha nuk po mund të dallonte nëse nata ishte më errët apo më ndritur këtu. Më në fund, tramvaj ndaloi. Erërat e natës ndjeheshin edhe brenda. Ky përfundimisht duhet të jetë stacioni i fundit. Skaj rrugës ndriçonin llambadaret. Do të shkoj në fush, mendoi Delja Bardha dhe u nis. Në fush takoi një lepur që po brente ushqim. Kërkoj një vend ku nata është më errët. E po nuk është andej, tha lepuri, dhe u fut në vrimën e tij. Hyr, tha lepuri, dhe pyeti me krenari, a është ky vendi që po kërkon? Delja Bardha tundi kokën. E hëna, e yjet, ti me të vërtet nuk di ke asgjë. Kjo është një vrim lepuri, këtu nuk ka as hën, as yje. Delja Bardha, me thundrat e saj, ja doli që të dilte nga vrima e lepurit. Gjithsesi faleminderit, tha ajo. E çfarë të duhet një natë pa hën dhe pa yje? Më në fund, Delja Bardha u fut në pyll. Përsëri nuk po mund të shihte qiellin. Gjethet e pemëve ishin shumë të dendura. Në shëtitje ka gjvon, përshpëriti një lakuriç nate që po varrej në një deg. Bardha ja shpjegoi se çfarë po kërkonte. Me fluturim, lakuriçi natës e çoi Bardhën deri në zemër të pyllit. E mrekullueshme. Atje kishte 2, 3, 4 dele pothuajse me ngjyrë hiri. Ja ku është dele Bardha, than ato një zëri. Ishin delet e vjetra, dhe ato ishin nisur për në rrugë. Dhe Delja Bardha u gëzua shumë që i takoi. Ato shikonin nga qielli dhe me të vërtet aty qielli ishte shumë i errët. Hëna dhe yjet ndriçonin aq fuqishëm, ashtu si Delja Bardha nuk kishte parë ndonjëherë. E bukur apo jo? Pyetën ato me të vjetrat. Oh po, tha Delja Bardha.